absolutisht, ai nuk i obligohet askujt. S'mundet gjykata kushtetuese me thonë, votoje ti këto se që kjo është ma mirë për Kosovën, se sa është. Ajo është çështje e perceptimit. Nuk po thot ashtu gjykata kushtetuese, jetu e kesh interpretuar edhe njoftimin. Gjykata po thot, duheni me zgjedh. Nën kryetarin e kuvendit që përfaqëson komunitetin. Pa ton fjalën veç atë fjalinë e fundit. Sigurisht. Po, duheni me zgjedh nën kryetarin e kuvendit sepse kuvendi si i tillë s'është i konstituuar. Pa e zgjedh dhe pa e bën mbush edhe këtë pozicion. A mundesh me gjetë një rast në botë që një kuvend shpërndahet apo nuk konsiderohet i konstituum pa nënën kryetar prej 5 nën kryetar. Po, veç ta lexojmë këtë fjali. Muja, ta lexojmë këtë fjali për cilën jemi duke fol. Të urdhëroj të gjithë deputetët e zgjedhur të Republikës së Kosovës që në pajtim me nenin forma e qeverisës dhe ndarja e pushtetit dhe nenin për vlerat, paragrafin 4 të neni 67, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, po ashtu edhe ushtrimin e funksionit në kushtetutë të Kosovës neni 74, që gjatë procedurës së zgjedhjes së nënkryetarit kuvendit nga radhët të deputetëve të komunitetit serb të ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Tash, ku është që kjo vija e interesit dhe vullnetit të deputetëve? Qysh e masim, a kemi peshore të tij? Thash, mandati i deputetit është i lirë. Ai nuk i obligohet askoj. Për më tepër, juristë edhin edhe më mirë, i detyrohet kushtetuesit. Kushtetuesi detyrohet. Interpretimi i gjykatës është qysh voton ai. Është kushtetues edhe mos me votua. A është normë kushtetuese me votua përfaqësues në listën serbe? Mos me votu, nuk është normë kushtetuese. Okej. Mos me votu. Por çato po folju. Me voton kundër. Ai voton kundër. Po. Se mos me votuar diçka tjetër. Ai voton kundër. Abstenon. Është e drejtë tyre me abstenuar. Absolutisht. Ndanon gjykata kushtetuese. Prandaj gjykata kushtetuese nuk mundet me i urdhënu ata si me vepruar. E thash edhe më herët, deputetët janë mbrojtur. Ata nuk kanë asnjë përgjegjësi për ato çka votojnë edhe çka flasin në parlament. Nuk është bërë kjo punë rastësisht. Sigurisht që kjo e ka idenë e vetë. Dhe unë e shoh teprim, nëse antarët e gjykatës kushtetuese ju drejtohen përfaqësuesve të popullit, edhe ju thonë ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. 48 deputet, apo nesër mund me qenë 68 deputet, mendojnë që interesi më i mirë është, mos me i votue ata cilët me gjitha mjetet e tyre, me gjitha mënyrat e luftojnë këtë vend, nuk e njohin këtë vend. Legjitime është. Jo një bashkëpunues. Une, në rrethona normale, është gjoja ma logjike që një parti e cila i ka 9 deputet prej 10 vetë një komuniteti me i takua. Absolutisht, se kom asë një vrejtja dhe ishdesht. është jo logjike me kone kundër ta. është jo logjike. Përse demokracia për tej numrave, për tej procedurave, për tej regullave, është edhe bashkëpunim. Konsensus. është konsensus, absolutisht. Edhe unë jam i sigurt, sikurse deputetet e listës sërbska ta kishin votue kryetarën e parlamentit, ta kishin votue 3 nënkryetarët, ta kishin partive shqiptare, ta kishin votue nënkryetarin që vjen prej pakicave tjera, i shkon logjike me prit ata që edhe këto parti tjera do ta votojnë. Kështu mendoj kjo ka qenë edhe ideja e baballarëve të kushtetutës. Këtë mënyrë ata nuk kanë lëshuar në detalje. Por fatkeqësisht e kemi një sistem të ri, demokracia jonë është demokracia e re, ende nuk ka etabluar, që është deshme etabluar, plus e kemi një parti e cila nuk është parti, po është diçka tjetër, edhe e cila